Tirana që po mbytet nën beton, një qytet pa frym, një popull i harruar. Ka më shumë se 3 dekada që Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, ndodhet nën sundimin e Partisë Socialiste, një sundim që në emër të zhvillimit dhe modernizimit e ka shndërruar qytetin në një betonjere gjigante, pa shpirt, pa frym, dhe pa vend për njerëzit e zakonshëm. Dikur Tirana ishte qyteti i fëmijëve që luanin nëpër rrugica, i parqeve të gjelbëruara, i kafeve plot jetë dhe zhurmë, i njerëzve që njiheshin me njëri tjetrin në çdo lagje. Sot, ajo është bërë një kantier i pafund ndërtimesh, një labirint betoni ku çdo hap është një kujtesë e qartë se pushteti nuk i përket qytetarëve, por oligarkëve dhe klientëve të partisë. Qyteti që nuk jetohet më. Në çdo cep të Tiranës, nga Unaza e Re deri në Bllok, nga Komuna e Parisit deri në Laprak, betoni po mbyt çdo hapësirë publike. Çdo lulishte është kthyer në parcel ndërtimi, çdo copë toke është shitur, çdo pemë që mban të hijen e vet mbi qytetin është prerë në emër të zhvillimit urban. Tirana ka humbur shpirtin e saj. Nuk ka më frymëmarrje, nuk ka më ajër. Sipas të dhënave të fundit evropiane, Tirana është një nga qytetet më të ndotura në Evropë, dhe kjo nuk është rastësi. Kjo është pasojë direkte e një politike të ndërtuar mbi korrupsion, klientelizëm dhe mungesë totale vizioni për jetën urbane. Edi Rama dhe Erion Veliaj kanë promovuar me krenarin një Tiranë moderne, por moderniteti nuk matet me kulla. Nuk matet me qendra tregtare dhe fasada të ndriçuara. Moderniteti matet me cilësinë e jetës së qytetarëve, me ajrin që marrin, me hapësirat që ndajnë, me mënyrën si jetojnë. Në këto matje, Tirana është një dështim total. Beton, jo zhvillim. Në vend të zhvillimit të qëndrueshëm, kemi përjetuar një val ndërtimesh të shfrenuara. Çdo hapësirë publike është privatizuar. Parkimet janë zhdukur, trotuaret janë pushtuar, trafiku është bërë i padurueshëm, dhe kulla të larta po ngrihen mbi çdo truall si monumente të korrupsionit dhe babëzisë. Tirana nuk është më një qytet për njerëzit, por një treg i hapur për fitimet e pak vetave që kontrollojnë pushtetin lokal dhe ndërtimin. Ndërkohë, çmimet e apartamenteve janë rritur në nivele absurde, duke i detyruar qytetarët e thjeshtë të mendojnë për shpërngulje. Nëse ritmi vazhdon kështu, brenda pak vitesh, Tirana nuk do ketë më banor vendas, do jetë një qytet i zbrazët përveç oligarkëve, pastruesve të parave dhe politikanëve që i shërbejnë atyre. Tirana e oligarkëve, jo e qytetarëve. Kush e ka në dorë Tiranën sot? Sigurisht jo qytetarët. Të ardhurat publike janë kthyer në fonde klienteliste për kompani ndërtimi që fitojnë tendera pa garë. Koncesionet janë bërë mënyra zyrtare për të vjedhur ligjërisht qytetin. Ndërsa lagjet e vjetra prishen, banorët detyrohen të lënë shtëpitë me kompensime qesharake. Toka e tyre, kujtimet e tyre, historia e tyre, gjithçka shitet për një kulla luksoze që askush prej tyre nuk do ta përballojë dot. Tirana po pastrohet nga vetë tiranasit për të mbushur me para të pista. Një qytet që po humbet njerëzit e vet. Kudo sheh lodhje, revolt të heshtur, një ndjenjë të përgjithshme pa fuqie. Banorët e vjetër të Tiranës ndihen të huaj në qytetin e tyre. Brezat e rinj po rriten pa kopshte, pa fusha, pa ajër të pastër. Tirana e fëmijëve që luanin në rinia apo liçen nuk ekziston më, është zëvendësuar nga parkingje nëntoksore dhe kulla që ndalojnë edhe dritën e diellit të hyjnë në rrugë. Koha për të zgjuar. Është koha që qytetarët të zgjojnë ndërgjegjen qytetare dhe të refuzojnë këtë model që e ka bërë Tiranën të pajetueshme. Ka ardhur koha të mos votojmë më për parti, por për njerëz me integritet. Në zgjedhjet e ardhshme, Tirana ka nevojë për frymë të re, për njerëz që nuk janë pjesë e kësaj makinerie betonizimi. Arlin Qori dhe Florian Binaj janë dy shembuj të njerëzve që kanë treguar se nuk janë në shërbim të oligarkëve, por të qytetarëve. Edhe nëse dikush nuk është i bindur për programet e tyre, mjafton një vot për ndryshim, një vot për të thyer monopolin e korrupsionit që e ka zaptuar Tiranën për dekada. Nëse vazhdojmë kështu, nëse qytetarët vazhdojnë të heshtin dhe të pranojnë këtë realitet, shumë shpejt do jenë të detyruar të shesin edhe banesat e vjetra. Ndërtuesit e lidhur me pushtetin do i detyrojnë të shpërngulen drejt periferisë, sepse Tirana nuk ka më vend për qytetarët, por vetëm për ata që blejnë me miliona euro. Ky është fati që po i përgatitet Tiranës, një qytet që do mbetet vetëm me kulla, pa njerëz, pa zë, pa kujtesë. Tirana nuk ka nevojë për më shumë beton. Ka nevojë për ajër. Ka nevojë për drejtësi. Ka nevojë për njerëz. Vota për ndryshim është më shumë se një akt politik, është një akt mbijetese për qytetin tonë.